kanë bo gabi, për shembull, unë shpresoj që i kanë lexu drejt rezultatet e 28 dhjetorit. Nuk po e mashtrojnë vetën. Ajo ka qenë goditje e madhe për opozitën. Opozitën, po. Po. Ata nuk munden mo njejt me dalin çdo zgjedhje. S'munden. Duhen me dalë me frontmen tjerë? PDK-ja del me tjetër kënd? Jo veç frontmen. PDK-ja është në situatë specifike. Për shkak të Hagës. Po. A e bën një analizë nga Kurti ose nga Haradinaj tek Kurti, kush del, si del, nga kjo çfarë e sheh tani? Unë i lexova këto pyetjet e pyetjet i kthejmë pyetjeve se për shembull nisi nga Haradinaj. Në renditje tash, aty te Vljumiri nuk është vjosa. Po, se kemi po. Pa vjosën Lumiri del keq. Jo, nuk po them keq. Veç renditja është e njëjtë. Për renditjen partia parë, vetëvendosja, e dyta PDK-ja, e treta DDK-ja, e katërta. E me vjosën mund të ndrojë renditja. Me vjosën mund del këtu Lumiri? Pse jo këtu? Atje s'del. Po, me vjosën dalin të dytit. Të dytit, me vjosën. Kjo është ndryshimi. Tash edhe varet sa është dytit. PDK-ja ka specifikën e Hagës që mund ta mobilizojë ose ta demobilizojë? Jo, demobilizim është çfarë? Jo demobilizim jo, ajo qyre, ajo mundet me pas jo, s'po fja. PDK është situatë specifike, gjithna dëshirojmë që kjo situatë specifike me përfundu sa ma shpejt, sepse ka të bëjmë me Kosovën, jo me PDK-n. Mandej, ti marrin vendimet e veta, masi që të kthehen njerëz prej Hagës, qaq. Po ky zotëria këtu, me cilën dikur ke bashkëpunuar, si del ky në zgjedhjet? Nëse janë qenë shumë mirë në opozit me të kallëzu drejt. Ky ka qenë shumë mirë në opozit. Ka shkëlqyer në opozit. Po, ki mujt me. Kur kush nuk e konteston që do dalin të partë, unë mendoj, ata po thon prapë çka ndron me zgjedhjet e 7 qershorit, hapet mundësia që kur Albini si i pari ulet me Bedriun ose me Lumirin, ose edhe me Ramushin, ndryshe negociohet themelimi